Po, mendoj që atë shumë emra ka mrena LDK sa o vështirë për dallim prej partive tjera. Ka shumë kryetar potencial. Po, ka kryetar potencial edhe ka njerëz që e kanë dëshmu për një kohë të gjatë leadershipin edhe mrena LDK-s. Edhe nuk është njëjtë, veç do duaj me sqaru se nuk është njëjtë kushdo që a e marrëm Abdullahutin, Hykmetin, ose këndon një emër tjetër, me që po diskutojmë edhe me emrat të përveçëm, nuk është njëjtë sikur me qenë kryetar partije, edhe nuk është njëjtë sikur me qenë veç kandidat për kryeministër, duke mos qenë kryetar i partisë, edhe duke mos i pas në duar gjitha strukturat edhe gjitha mekanizmat politik e partijak po them në kontrol në kuptim të fjales së mirë, në kontrol edhe duke i po edhe duke bisedu përse afër me ta, sepse për ashtu edhe e nje. Unë mendoj që LDK-ja është pej partive të ralla, për të mos thënë s'ka tjetër, është që e respekton jashtëzakonisht shumë autoritetin e kryetarit. Njëjtë ka bërë me Lumir Abdixhikun. Lumir Abdixhiku ka ardhur aty në LDK, e ka marrë partinë pothuajse të gatshme, me struktura, e ka marrë në situatë të vështirë, po se cili e kishë marrë e ka marrë, nuk është që e ka marrë, e kanë zgjedhë. Po, e kanë zgjedhë. Qëta që po e kritikojnë, e kanë zgjedhë, e kanë votu. Po e kanë kuptimin që i ka vendosë njerëzit e vetë të besushëm. Ma dje edhe kandidatët, me aqë, kam informacione jashtëzakonisht mira për LDK-n, por që Lumir Abdixhiku edhe kandidatët për kryetarët komunave i ka vendosë vetë. Pa e pyt shumicën prej komunave, nështë edhe pa e pyt kryesin. Dhe me thonë, një kryetar që i humbë një par, dy par, tri par zgjedhje, së mund është me e vendosë mos, së mund është me vendosë. Ka pas situata kur kanë ngja marrëveshje ose kanë ndodhur gjëra edhe jashtë vullnetit ti. Për shembull. Vushtria. Por vushtria o po që brenda vullnetit të Lumirit për kundrazi. Lumir Abdixhiku i ka dhënë sinjal ati me dolën screenshotat, dolën bisedat. E vërteta do që ka qenë djenia zoti Abdixhiku, edhe pse domethënë e gjykum shumë, se nuk po e shkarkon zotin Xhafer Tahiri dhe nuk e bonin një gjatë. E ka nxit edhe e ka shtyr që me bë veprim, e në anën tjetër ka punuar. Se Albina kujtohet kur e pyetën gazetarët edhe për Parim Ramën, do me shkarku tha se ai po thotë që s'jam LDK dhe që i shkarkoj njerëzit LDK-s prej pozitave në komunë Prishtinës. Ta do të veproni njëjtë si me zotin Xhafer Tahiri, do mëna njëjtë ndodhur. Nuk ka qëndrueshmëri as në politikë. Nëse Ilir Ferati nëse udhëheqi stogun, ai e udhëheq për shkak trashëgimisë politike e intelektuale të babait të tij. Nuk është që ta ka njoft dikush Ilir Feratin, kush është edhe ka ardhur kështu si prurjeri, ose u zhvillu, ose diçka që mund edhe ta zhbëjmë në si forme kontributike, kujdo. Nuk po them me zhbo, po du me e thonë që nuk është ashtu që jo, Ares, po mbas informacione dhe përfitimi që si gazetar që i përcjellën vazhdimisht. Nuk ka bërë revolucion të madh të zhvillimit, as në komunat. Preferizojnë s'mujna me thonë që ashtu sa ndryshe. Unë publikisht kam deklaru që atëherë kur Lumirit i dërgoj ke letra Kurti për me eftu në qeveri, është dashur të bëhet pjesë e qeverisë. Për me tregu sukses, mendoj që narrative ati në politik nuk ekzistojnë. Ekziston edhe një farë diskutimi që një marrëveshje potenciale ka qenë afër mes vetëvendosjes edhe LDK-s për periudhën aktuale, për çështjen e presidentit. Po besoj që ata veç janë marrë vesh. Por a është që kjo që ndodhi nga mbrëm një farë sinjali që nuk do të ketë asgjë në raport me vetëvendosjen? A ishte me qëllim krejt ky reagim që të mos ndodhë, të mos realizohet një diçka e tillë? Prandaj po them, kur partia politike funksionon në grupe të ngushta të njerëzve, edhe në udhëheqje dhe nuk i jepet informacion i mjaftueshëm, është vonë Lumir Abdixhiku me e thirrë mbledhjen e kryesisë edhe me diskutu situatën edhe humbjen që i ka në këto zgjedhje. Deri tash është dashur me i thirrë kryetarët e degëve, pse s'ka kërku 24 orë pas rezultatet të zgjedhjes me i thirrë gjithë kryetarët e degëve urgjencë me diskutu ku janë problemet, pse ndodhi rasti me votat e vjedhura, dolën publikisht njerëzit që janë dëmtu për shkak të strukturave, edhe ai e heshti si rast, e heshti si fenomen. Do të thotë, nuk është që Lumir Abdixhiku nuk e ka ditë ose tash nuk don me qenë pjesë e qeverisë Kurti, sepse e ka kuptu. E ka kuptu edhe menoj që Lumir Abdixhiku, njerëzit e tij të afërt me cilët është të funksionu për momentin,
kanë dërgu sinjale të qarta të Kurti për takime, për pozitat të zaktuar, edhe Lumira